Vrasja e Ilaria Sulës nga ishi dashuri nisin hetimet për prindrit e autorit. Vrasja e 22 vjeçares shqiptare Ilaria Sula trondit Italin një ditë më parë, kur mësuese studentja që jetonte në Rom u vra nga ishi dashuri i saj, Mark Anthony Samson, 23 vjeçari me origjinë filipineze. Në debate sipër ka goditur me thik Ilarian duke i marrë jetën, teksa më pas e futi trupin e saj në valixhe dhe më pas duke hedhur në një zonë pyjore larg Romës. Pasi pranoi krimin, hetimet kaluan edhe tek prindrit e autorit, të cilët sipas mediave italiane ndodheshin në shtëpi kur ndodhi ngjarja. Hetuesit po punojnë për të konstatuar ndonjë përfshirje të mundshme në fshehjen e trupit të vajzës nga babai dhe nëna e 23 vjeçarit, të cilët u morën në pyetje në komisariat. Gjithashtu një kamera sigurie ka kapur makinën e Samson rreth orës 18 të datës 26 mars në zonën e Polit, ku i riu ka hequr qafe trupin e vajzës të mbyllur në një valixhe duke hedhur nga një shkëmb.